samit e zakonshëm. Nga ana tjetër, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian mblidhen në Bruksel, pra duket një situatë tensionuar globale, por duhet ndalem pak pikërisht tek e para. Ministri i jashtëm i Iranit ndodhet në Moskë në takim me presidentin Putin. Izraeli u përplas me Iranin, pati një përfshirje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Rrezikon një përfshirje të Rusisë në këtë mes? Rusia dhe, mund të them, KGB si Putin në taktizimet e tij ka luajt një lojë, mund të them, hajde deri dikon dinake, por edhe shantazhi me Iran. Kjo është mendimi im, nga se në marrëveshjen për partneritet strategjik Rusi-Iran, që është në shkrum duket në fund të janarit, nga Duma Ruse dhe Parlamenti Iranian, pika që ka të bëjë përpas atyre të zhvillimit ekonomik, të energjisë, të kulturës e tjera, në aspektin ushtarak nuk ka hyrë sikur me Korenë e Veriut. Po që se hynte në një pakt të tillë, po që sulmohet njëri vend, Irani apo Rusia obligohet shteti tjetër që të shpall luftë, edhe ai de facto është luftë. Kësaj pike i ka ikur edhe furnizimit me Suhoi 35, me avionin e gjeneratës së 5. Mendoj që shkurja e ministrit të jashtëm më tepër ka të bëjë me atë që telefonat ose kontaktet e Putinit me Trumpin janë intensive dhe mendon që këtu të arrihet një lloj dili. Pra një lloj marrëveshje, një lloj përpaqje. Po, dhe mendoj në aspektin, shef, rusët kanë vetë Putini ka deklaruar që rreth atyre impanteve që kanë edhe në marrëveshjen për partneritet strategjik kanë paraqitur 7 impante ose centrale bërtamore për qëllime paqësore, të ndërtojë Rosatomi në Iran. Edhe Busherën, më duket, edhe nuk ka rastësishme që nuk goditet Bushera. Është centrale që është afër Golfit atje, gjerit e Golfit, në pjesën iraniane. Dhe mendoj që ka, shif, edhe në lufta përse nuk goditet ajo? Zhvillohen në nivel të intensitetit që duket bukur të mëdha, shërbimet inteligjente koketojnë mes vete dhe kanë komunikim. Dhe mendoj që në këtë drejtim shkuria e ministrit Agaçi të Iranit në Moskë, sepse rusët kanë një korrespondencë bukur të mirë me Izraelin. Dhe nuk dëshirojnë, sepse përkundra pastaj mund të ketë investim në aspektin ushtarak për Ukrainën nga ana e Izraelit. Dhe mendoj që edhe 3-4 milion ebrej nga Rusia që kanë migruar në Izrael luajnë një rol, bile ata kanë edhe televizione ruse, kanale në gjuhën ruse në Izrael. Por mendoj që raportet e tilla Putini ka raportet edhe me Izraelin që nuk don t'i prish, po thoni. Po, është në një farë balansi, por i shfrytëzon me mjeshtri, sidomos vendet konfliktuoze ku ka probleme dhe rebelime. Me Iranin është më ndryshe. Historikisht rusë kanë pasur lufta me Iranin, do thotë nuk kanë pas çdo herë raporte miqësore, por interesat dhe influenca ruse pikë strategjike për të Kaspiku, do thotë hyn në radhën e vendeve fqinje, është interesuar që mos të dominoj fryma pro-amerikane e një regjimi tjetër që do mund të vente, dhe për këtë mendoj që rusët janë të interesuar që patjetër ta bëjnë regjimin e tillë që është në interesin e tyre si pozicion gjeopolitik dhe gjeostrategjik për balancin e ardhshëm që do jetë, besoj, jashtëzakonisht interesant dhe me evolime të papritura. Ngushtica e Hormuzit, e cila ka marrë një tjetër vëmendje në këtë përplasje ushtarake në lindjen e